U duk nga rrëfimi yt, po, në momentin e fundit sikur ti në zemrën tënde e ke lënë një derë të hapur. Pra u duk sikur unë derën e hapur, më falë se po ndërpres, po nuk du të kesh interpretohet. Unë derën e hapur e kam lënë thjesht për një lloj respekti. Sepse në fundit dhe edhe sikur të mos jemi për njëri tjetrin. Pra kjo nuk ka të bëjë me miqësi apo të qenurit pram dikujt në moment me nevojë. Flasim për ndjenja. Po flasim për ndjenjat. Ne po kthehemi prap te Big Brothers. Kur ti futesh aty brenda dhe s'ke qëllim që ti të kesh një lidhje me një mashkull dhe të ndodh rastësisht, ti e ke gjithmonë atë kohë, atë mendimin dhe atë paragjykimin që do dalësh ti jashtë dhe do jesh ti viktima. Dhe imagjino ne goca sa shumë e vuajmë një ndarje pa kamera, po me kamera vuajmë dhe më shumë. Është kjo arsye pse ti vazhdon dhe e ndryth veten, pra edhe nëse do të vinte një mundësi apo një moment që ju të ishit bashk, është kjo një arsye ajo që ka ndodhur me ty pas Big Brotherit, ajo që ke parti kur ke dalë jashtë, që të pengon? Po, ajo më pengon shumë, e them që tani, por unë kur kam thënë që i kam mbyll syt dhe veshët, është vetëm për shprehje që ai ka dhënë aty brenda, sepse ka thënë, jo ato çfarë ka bërë? Pa tjetër që po, unë thash se nuk i harroj ato gjëra, sepse ti s'mund ta pëlqesh dy persona në të njëjtën kohë. Ti ke ndjenja akoma?